Pas Gjakovës, rikthehemi edhe njëherë në Prishtinë, shkojmë drejt parkut të Tauk Bashqës, ashtu atje ku ka nisur turneu tradicional që organizohet përndër të ditës çlirimit të Prishtinës dhe atje kemi kolegun Enver Gashi. Enver, përshëndetje. Përshëndetje me Mediana, përshëndetje gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Siç e përmendi, jemi këtu tek stadiumi Ibrahim Gashi, në Tauk Bashqë, i cili po zhvillohet një turner vërtet, si se tha, tradicional, por vërtet shumë i bukur, meqense po luajnë klubet e të rinjve, të fëmijëve tanë, që ashtu kur të shosh gëzohesh me gjithë këtë talent, me gjithë këtë organizim që po bëhet shumë mirë. Unë kam një top i cili do jetë edhe një lloj shpërblimi për ekipin fitues, nuk e di për cilën vend, po për gjitha këto detaje do të na tregon edhe vetë organizatori i kësaj ngjarje, zotri Maloku, na tregon për çfarë po bëhet fjalë mentor me këtë organizim. Faleminderit juve që keni gjetë kohë të jeni këtu. Siç po shihni edhe ju vetë, këtu është një festival i futbollit për fëmijë, i cili është tradicional, është viti 7 tani që mbahet, edhe ku nga gjitha trevat shqiptare kemi ekipe. Gjithsej janë 70 ekipe që do të marrin pjesë në këtë festival 4 ditor që do të zhvillohet këtu, ku përpas lojëve do të ketë edhe shpërblime të ndryshme, të cilat janë të mirësevara sidomos për fëmijët. Tregohet që është viti 7, janë kryesisht për nder të çlirimit, janë këto data, janë këto vendet kur organizohet, domethënë kjo është periudhë kohore? Po, kjo është dita zakonisht mbahet për ditën e çlirimit të Prishtinës, dhe është tradicional edhe do të mbahet gjithmonë në këtë datë. A tregon si po shkon organizimi? Ka qenë vështirë që të organizohet, meqense janë 70 klube, është një menaxhim i cili kërkon edhe mund, edhe kohë, edhe njerëz, edhe gjithçka tjetër. Po, sigurisht që fal organizimit mirë edhe përvojës që kemi arritë që t'i kalojnë me lehtësi edhe ato vështirësitë që i kemi. Normal që janë 70 ekipe, duhet një staf i gjerë për mbarvajtjen, edhe të gjitha ekipet që vinë do të janë falendërues për organizimin që e bëjmë na. Tregove, janë klubet prej Kosovës që janë shumica dërmuese, po vinë nga Shqipëria dhe nga Maqedonia. Cilat janë kategorie e atyre klubeve, cilat klubet janë ato që do vinë nga këto dy vende? Janë shkolla të futbollit të klubeve, do të përfshin Shkëndinë e Tetovës, është Kumanova, nga Shqipëria janë 5 ekipet që marrin, që vinë këto për të luajtur në këtë festival, sepse është festival, sepse është edhe njerëz thash që është 70 ekipe. Janë nga të gjitha trojet, kemi edhe nga Lugina e Preshevës, ekipe që vinë, dhe është organizimi, mund me thënë që më i miri që ndodh në përditjen e çlirimit të Prishtinës në vendin tonë. Meqense janë klubet shumë të mëdha, po numerikisht është numri shumë i madh i klubeve. Si është organizimi? Si po zhvillohet organizimi? Organizimi ka filluar sot nga ora 4:30 mbasdite, edhe do të vazhdoj sonte deri në ora 9:30 në mbrëmje. Gjithashtu edhe nesër nga ora 4:30 do të filloj, edhe do të përfundoj nga ora 9:30. Ndërsa të shtunën është dita e tretë, edhe atëherë do të jetë vlugo apo intensiteti më i lartë i ndeshjeve, edhe ku do të jetë nga ora 10 deri në ora 9 në mbrëmje do të ketë lojë. Do bëhet në formë të eliminimeve apo si shkon? Pikë pari janë formuar grupet, ku nga 3 ekipe, 2 do të shkojnë me tutje, edhe pastaj vazhdoj me fazën e eliminimeve, ku besoj që më të mirë do të ecin para.
Na trego me qenë se është duke zhvillu këtë vendi kështu të mirë. Janë shumë klube, jo si organizator, po me qenë se mirë edhe me këtë sportin, vreni ka talent, po din këta fëmijë tanë që të lozin futboll. Po, është një qasje e madhe ku ishe këta dilmosha, këta 9 vjeçar, 10 vjeçar dhe 11 vjeçar që din të lozin kaq mirë dhe besoj që i pret një ardhmë shumë e mirë. Me qenë se keni përvojë edhe para prakte prej viteve të kaluara, kryesisht dominojnë me futboll këta shkollat apo klubet tona, apo janë klube që janë kështu të rrethit ashtu të regionit? Ka pas raste kur kanë fituar edhe nga jashtë Prishtinës në këtë rast, po kryesisht janë ekipet që janë me emër pak më të madh dhe që shpallën dhe fitues. Ku muj me cek që fitues përpas që kanë kupat dhe medalet, lojtari më mirë, portieri më i mirë, kanë edhe shpërblimet në 500 euro në vlerë të pajisjeve, të cilat i kemi nga Joma Sporti, edhe do të ketë me ushqim, me pije, gjitha do të jenë nga ona jonë. Sipas teje, janë të rëndësishme organizime të tilla, mund zbulohen talentet nëpër këto ngjarje si është ky festival? Po sigurisht që po, për shkak që nëpër këto festivale, nëpër ndeshje, edhe zbulohen edhe lojtarët. I ftoj të gjithë ata që kanë dëshirë të shohin lojtarët, edhe të kënaqen me futboll, edhe të shohin edhe një talent, pse jo të vinë edhe të shohin këto. Mentor kështu, ke ndonjë klub favorit që mendon që mund të kalu, apo do jetë kështu sekret deri në fund? Topi është i rrumullakt, edhe atë nuk dihet. Kështu që shpesh herë nuk fiton më i miri, po në këtë rast këta janë fëmijë edhe nuk kanë asnjë lloj si më thon, asnjë lloj nërkamze apo si më thon ai diçka që i pengon. Kështu që besoj që ata më të mirë do të fitojnë. Isha brenda organizimit, prindërit janë vendosur nëpër tribuna jashtë fushës kështu. Pak e vështirë edhe për prindërin këto kohë të nxehta që të rinë, po sakrifica si prindërore është gjithmonë më e madhe. Po, sigurisht falenderoj prindërit që janë të mirë kuptueshëm, edhe nuk tentojnë me hinë në fushë, për shkak që do të na kishin sjellë edhe probleme neve, po janë gjithë lart atje, jemi mundu me ofru kushtet sadopak për me pas atë komoditetin e shikimit të lojëve. Jemi shumë falendërues edhe njerë, po them që prindët janë në mënyrë masovike do të vinë me shiqur fëmijët. Sipas teje, fëmijët po kënaqen, kanë shef në këtë festival tjetër? Po sigurisht që po. Secilin fëmijë që shiqon është duke bos qesh. Ne do i ftojmë edhe dy talent të ri, dy fëmijë të tjerë. Është Aneli, Anel. Do i ftojmë edhe një dy të ri të cilit do i intervistojmë. Fillimisht nga Ferizaj, Aneli. Tash Anel, je për herë të parë në këtë turnir? Jo, kam qenë edhe vitin e kalum. Ke fitu vitin e kalum, apo? Jo, kam humbë në finalen. Në finale, por deri në finale mirë ka shku? Po. Mirë, apo të pëlqen kështu ky organizim këtu? Po, shumë. Cilën kështu pozicion e luan brenda në futboll? Luaj mes fushor qendror dhe zakonisht mbrojtës i majt. Po kështu te golla, po të bjen për me shku pak në herë te golla ose me dhënë ndonjë goll? Po, mbje. Jo çdo herë, po ka një herë shumicën e rasteve. Sa dhe ke pas ndonjë lojë? Po, e kam pas me Marigonin. Edhe, çfarë rezultati? Fitum 7-0 dhe keni kënaqësi e madhe. A mujtë me dhënë ai goll apo gjithë vetëm shokët e tu? Ja, vetëm shokët e mi. 7-0 një rezultat ka gjak kështu i madh. Po, më të s'kemi fitu 7-0, po tani fitum. Dhe më thonë jo për Ferizajt mirë për luni futbolin, apo? Po. Anel, faleminderit shumë për intervistën, a?
Faleminderit shumë. E kemi edhe një tjetër i cili do të na paraqitet na tregoj emrin, emrin si e ke? Orgesh. Orges. E sa ta herë që vjen këtë farë festivalin, këtë farë turnirin këtu? Hera e tretë. Hera e tretë edhe, apo të pëlqen? Po, shumë. Sa da ke pas ndonjë lojë? Po, Dhe rezultati si ka qenë? 3-0. Për Dritën, për neve. për juve. E kështu, me lojtarë tjerë, si po shkon bashkëpunimi? Shumë mirë. Apo ju pëlqen gjithve kjo organizim, apo vetëm ty kështu? Jo të gjeva e ekipet. Lojën tjetër, kur do e kesh? Në 8. Edhe pritni që me fitu këtë turnirin, apo ka dikush që më i mirë? Besoj që do të fitome. Do të fitoni gjithë me medaljen dhe kupën. Po, Orges, faleminderit, inshallah, gjithë më të mirat. faleminderit. Mentor, zhvillojmë edhe pak deri në dilën do të zhvillohet ky turnir. Cilat janë fitimet që do i kenë veni parë, veni dytë, veni tretë dhe tjerë? Si që të më herët të diellin do të zhvillohen e finalet, ku vendi parë, mas janë tri kategori, do të përfshirë U9, U10 dhe U11. Vendet e para do të kenë nga 500 euro do të shpërblime në pajisje, gjithashtu edhe vendi dytë do të ketë nga 300 euro pajisje, vendi tretë do të ketë normal që vetëm këto kupat dhe medaljet që do të ketë. Mirë po do të ketë edhe lojtari më i mirë të shpallet, gollanshënuesi më i mirë, edhe portieri më i mirë. Mentor, faleminderit shumë për intervistën dhe urojmë suksese në këtë organizim dhe shpresojmë që gjithçka shkojnë mbar. Faleminderit shumë, faleminderit juve që keni gjetë kohë edhe është kënaqësi me qenë në mesin e këtyre fëmijëve këtu. Faleminderit mentor. Mirëpash. Ishte kjo pra edhe intervista me mentorin, i cili na tregoi pak mbi organizimin e këtij festivalit ashtu të quajtur të futbollit, ku janë 70 ekipe nga Kosova dhe regioni si Shqipëria, Maqedonia, Lugina Preshevës edhe vendet e tjera. Ky organizim do zhvillohet pra deri të dilën, prandaj të gjithë ata dashamirës që dëshirojnë të shohin futboll me të rinj, futboll me fëmijë, janë të mirëseardhur këto në fushën e futbollit në Tokbashë. Linja për ju studio. Faleminderit shumë edhe për intervistën, edhe për pamjet atmosferën e mirë që na solli.